por jo ishullin e Sazanit, sepse edhe Sazani ka një histori shumë interesante. Deri në vitin 1864, ky ishull kontrollohej nga anglezët, të cilët më parë ja kishin marrë francezëve të Napoleon Bonapartit, të cilët ja kishin marrë pikërisht Venedikut. Dhe në një moment, nga 1864, Korfuzin, Sazanin e merr në kontroll shteti grek, i cili do ta mbajë Sazanin deri në vitin 1915 kur italianët do ta pushtojnë. Italianët e mbajtën nga 1915 deri në 1943. Kapitullimi i tyre solli zvendësimin me gjermanët dhe vetëm në 1944 ishulli kontrollohet nga shteti shqiptar. Dhe historia e tij është shumë interesante dhe atje ka fortifikata të jashtëzakonshme, por ndoshta në bashkëpunimet e ardhshme do të ishte shumë interesante që Sazanin dhe historinë e tij ta shpjegoni me kamerën tonë. Por kjo po e them diçka, po e zbuloj, ndoshta është diçka kështu e jona që kemi pasur e kemi rritur në intimitet, por ne kemi ëndër një ditë të shkojmë në Sazan.